Ju frigu pajtona dhone me të gjithë që është mirë me evitu zgjedhje sepse I patëm zgjedhjet. Cili është kuptimi nëse ban zgjedhje dhe shkojmë sërish në zgjedhje pa kriju institucion? Cili është kuptimi pse votojnë qytetarët? Pa kriju institucione. Cili është kuptimi? Apo I humb kuptimi edhe vetë votimit? Pelona s'po Nuk dolë është era parë që mund Kjo është rëndësia, apati, mos deli zgjedhje, që kur po deli Në biseduar me krenarin, faleminderit shumë. Në vene tjera. Në Kosovë jo. Më duke arkuar vëmendjen krenarit që lutem dhe mendimin po. Po si do që tjetë, unë prapë po besoj që nuk është faja Albin Kurti. Kërkoj falje, po nuk është faja Albin Kurti. Sa deputet duhet t'i ketë Kurti tash që ne të sigurohemi që nuk do të na çojnë në zgjedhje pas zgjedhjeve? Kusha ma I votu një Po krenor? ka gjasa që Albin Kurti I merr për 51%. Po dhe me marë 51% nuk do të thotë që I ka 80 deputet. Si vyn 80 deputet. Jo, I duhen 80 deputet për ta bërë president. Sepse dhe kur I mori 52%, ju dash lista serbe për t'ia votuar Vjosa Opozitës Osmani. ja lënë 3 propozime për Që s'do opozita me bu? Po njëtë është dele ky vot po. Po njëtë është më shmal bitin. Opozita le dele ky vot po. Unë s'po du që të prita krenor. Ja, Kë shantozhi kalon ata. Se ky shantozhi. Ja, opozitës presidentin është avancë. Ja, nuk ka avancë. Çe më pezojna. Në rast se 10 urmohen zgjedhjet. Edhe Albin Kurti prap nuk mund I krijon nuk e fiton shumicë parlamentare apo qeverinë. E bojnë partitë që kanë qenë opozit qeverinë. Edhe vjen puna të zgjedhjet. Edhe Albini ka ujtë me thonë, ma japin ata mu presidentin, edhe jena në rregull, po ka thonë zgjedhje, pra I ka kërsnu, që s'vion ashtu, du presidenta shkuqo, I qenë zgjedhje. Ky është shantozhi krenor. Ky është shantozhi smutna. Po ja e paragjikoj ajo, ajo e paragjikoj. Ajo taktikë zgjedhore. Tash jemi me një farë parafushate. Po jemi parafushate. Është konsolidimi A bëhet parafushata dhe fushata për zyres kryeministit krenor? A bëhet? A duhet nuk e shpërdur? Ky që fol ke përgjigj pa zije. Tash ti që jo pas bëhet, nuk bëhet bre, s'ka nevojë këtë mojt. Po fushati mundesh me bësh çdo ditë piç që të bësh kryeminist ditën e parë, dhe sot shkon zgjedhje mas 4 vjet me vetë mira për ranin krenor. Mundesh me bëj fushate, fillu fushate midis zyres qeverinisë. Kur desh para mikrofonit dhe para sportores qeverinisë, aty je kryeminist. Nuk je kryetari i partisë. Ja relevante shumë. Shumë relevante. Shumë relevante. Gas,